Edi Rama është i bindur se në 11 maj ka vetëm një fitues dhe ajo është Partia Socialiste. Por kundërsharin politik të cilin prej kohësh tashmë e quan bufi i kënetës, Rama thot se do të marrin rezultatin më të keq që Partia Demokratike ka marrë ndonjëherë që nga viti 1997. Deklarimet kryesocialisti i bëri në rubrikën Sy më sy. E kam thënë atë punë që nëse do ta bëja unë opozitën time, do ta bëja 1000 herë më mirë se që bëjnë këta. Këta nuk dinë bëjnë opozitë, këta dinë vetëm të vetë shkatrohen dhe në vetë shkatrime sipër të pengojnë sa të mundën Shqipërinë edhe të nxinë jetën sa të mundën njerëzve. Këtë ditë bëjnë këta. Dhe prandaj në zgjedhjet e 11 maj do marrin rezultatin më të keq që nga 97-a këtej. Ndjekësit e pyeten sërish nëse Edi Rama e kalon dot oqeanin, ndërsa ky i fundit kishte këtë përgjigje. Vizitën e fundit në USA kur kam pas punë, shkoj në USA. Çfarë problemi keti tani? Si e ke djallin? Ty të kam thënë që nuk shkoj dot në USA. Kush ta ka thënë? Non grata ta ka thënë. Se hoqi e dorë Edi Rama nuk e përmend më non gratën. Po nuk e përmend më non gratën se nuk kam pas arsye dhe nuk jam duke bërë këtë sot me këtë komunikim në këto kohë dhe në këtë rrugë drejt finishit ku ka gjëra më të rëndësishme se non grata. Po me që ma përmendni këtë ore u hoqja non grata, se nuk e kam marrë vesh këtë informacion. U hoqja ajo, po tani si keni fytyrë, domethënë që mbasi i thanë shqiptarëve që u hoqi non grata, do hiqet non grata, tani i thoni a shkoj unë mata në oqeanit apo jo, a shkoj unë në USA apo jo, pika. Në mënyrë kategorike refuzon debatin publik me Sali Berishën, për të cilin thot se prej kohësh është në rrjedhje të lirë. Që në fushatën 2009 unë nuk shoh më televizor, nuk ndjek më debate, nuk shoh. Vetëm në rastet caktuara nëpërmjet YouTube-it që më çojnë ose kur gjendem, siç u gjenda mbrëm se do të shifja atë. Edhe aty helm totalisht. Duhet detox dhe i vetmi detox për mua është me njerëzit atje, me njerëzit real në jetën reale, me ata që në fund të ditës vendosin, me ata që qyrykët i quajnë të bler, i quajnë të smur, i quajnë të shitur, i quajnë administrat, i quajnë qa nuk i quajnë, dhe ata këtë 11 maj do t'jenë më shumë se kur që do të votojnë mua dhe Partinë Socialiste. Dil bëj debat, thot, me këtë bëj debat, me bufin e knetës bëj debat, pa a jenë vete, as jenë vete. A jenë metro asil me aq më tepër në kushtet kur bufi knetës është edhe në rrëshqitje e sipër. Çfarë debatit bëj debat.